që protesta është në ditën e 30, një muaj protestë në shesh, si do të vazhdoj mbetet për tu parë, është hedhur idea për një platformë për krijimin e një qeverie të dalë nga protesta, qeverie tranzitore. Ka disa hapa konkret që janë publikuar në media. Ne gjitha këto do t'i trajtojmë për të marrë një mendim, edhe si përmbledhje për këto 30 ditë proteste me avokatin Gulsen Zhdima. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, së pari jep një koment nga dita e parë deri në 30-ën, si është dukur protesta? Ka pasur oscilacione, brëm, çfarë komendi keni edhe për numrin e protestuesve? Se çdo gjë po matet më shumë jo nga fjalimet, por nga pjesëmarrja, imponimi përmes numrave. Duhet të keni parasysh që pjesëmarrja në protestë, një protestë kur nuk ka një matje fillestare, për shembull, është një protestë qytetare e cila nuk është ndikuar nga ndonjë subjekt politik ose ndonjë subjekt OJF-je që të kuptojmë numrin fillestar të saj, por kemi të bëjmë me një lëvizje qytetare të paorganizuar në kuptimin qytetar, grup interesi, njerëz të ndryshëm të cilët janë përpara kryeministrisë të bëjnë protestë, dhe këtu sigurisht që nuk do t'japim në asnjë moment asnjë koment negativ për sa i përket pjesëmarrjes, sepse nuk e masim dot pjesëmarrjen në aspektin fillestar. Tani, duke qenë se kjo protestë ka nisur nga data 1 në kuptimin qeshor, në mënyrë do thoja pjesëmarrje masive, jo 29-30 maj që ishte rasti incidenti dhe këto, por në ditët në vijim të qeshorit, nënkupton që e gjitha kjo jep një mesazh të qartë që qytetarët shqiptar për herë të parë pas 35 vitesh mblidhen për një do të thoja aksion mbrojtje të tokës publike, të tokës e cila ka nevojë për mbrojtje nga çdo qytetar. Prandaj, ajo që unë them tek ju është që kjo protestë ka dhënë mesazhet dhe ka vrarë frikën, ka eliminuar frikën. Avokat, ka qarkulluar të dielën një platformë në rrjetet sociale nga disa prej organizatorët, hapat që të çojnë deri tek krijimi i qeverisë së protestës, pra qeverisë tranzitore, krijimi i këshilli, një kuvendi kombëtar që më pas do të zgjedhë qeverinë e tjera. Ju çfarë komenti keni, avokat, për procesin e kam fjalën, sepse njëri nga anëtarët shkruante që kishte vendosur te numrin e telefonit që kush është i interesuar mund ta kontaktojë. Edhe aty do bëhet e përzgjedhja në shesh pastaj e numrit të anëtarëve të kuvendit të popullit që më pas do të zgjedhë qeverinë. Si u duket ky proces? Sepse po luftohet për demokraci dhe për transparencë. Në aspektin teknik është i vështirë për të arritur pothuajse filtrimin ose verifikimin e atyre të cilët do jenë pjesë, sepse ju duhet të dini, për shkak të mos organizimit, ashtu siç e tham përpara, të atyre që bëjnë pjesë të kësaj proteste, partitë politike që janë partitë të mëdha mund të futen me kandidatë të tyre në pjesën e kësaj platforme dhe do jetë e vështirë të bëhet një më kujtove marrjet edhe debatin për pjesëmarrjen. Pra, këtu tani futem një situatë tjetër më kaotike. Pra, aty ku ju nuk keni patur parti politike, këtu në këtë moment keni atë që ne themi pjesëmarrjen e partive politike tani e tutje. Dhe sesi te kjo platformë do garantohet që ata të cilët janë pjesë e partive politike dhe sidomos Parti Socialiste dhe Partisë Demokratike t'i ndaloni për të marrë pjesë tek platforma. Sepse në rast se themi demokracia në shesh, e cila demokraci nuk duhet të ketë kufizime, sepse nuk mund të themi ejani në demokracinë që unë mendoj, sepse nuk quhet demokraci. Demokracia është që konkuron
dhe në zgjedhje të brendshme të një subjekti politik, të një subjekt që është shoqat, ose të një grupi të caktuar i cili bën përzgjedhje në një proces demokratik. Në rast se arrim në konkluzionin që në një proces të tillë demokratik, subjektet të ndryshme që do marrin pjesë në atë subjekt ose në atë platformë do të diskriminohen, do të thotë që nuk jemi në nivelin e duhur demokratik. Prandaj, kjo në aspektin teknik duhet të parë disa herë derisa të dalin në një pothuajse konkluzion përfundimtar e gjithë kjo platformë. Sepse platforma me pika jam dakord që mund të qëndrojë. Pra një besim brenda pikave, pra jeni dakord të një referendum të këto pikat, po jem dakord, apo nuk jam dakord. Por të vendosësh përmes një platforme, individët cilët do të përfaqësojnë sheshin, por do të jenë si një negociator, si një përfaqësim me pushtetin ose me pushtetin legjislativ, sepse në tërësi, në rast se shkojmë në një qeverisje kalimtare, sigurisht që votën përfundimtare e ka Kuvendi i Shqipërisë. Pra do të shkojnë ato shkojnë prapë te Rama dhe te Berisha do shkohet për të bërë dhe qoftë proces kalimtar. Është një rrugë e pashmangshme në kushtet që jemi. Pse? Sepse Kuvendi i Republikës Shqipërisë emëron ministra, shkarkon ministra. Kuvendi i Republikës Shqipërisë emëron kryeministër, shkarkon kryeministër. Pra, dhe procesi demokratik i votimit kalon vetëm përmes parlamentit. Në rast se emërimi dhe shkarkimi është një e drejtë individuale e kryeministit të emëruar nga grup parlamentar, përsëri kalojmë nga kuvendi sepse duhet përsëri grupi parlamentar të propozojë kryeministrin e ardhshëm. Madje duhet zgjohet edhe presidenti që të bëjë dekretin. Pastaj edhe presidenti që të bëjë dekreti, i cilin mendojnë në këto kushte që jemi nuk ka pse të zgjohet sepse do një kohë shumë të gjatë, por e vërteta është që ne duhet i themi atyre që po mendojnë këtë platformë që më mirë të mbeten akoma te pikat se sa të shkojmë tek përfaqësimi, sepse do jetë edhe vështirë të zgjojmë presidentin nga gjumi, sepse sigurisht presidenti nga gjumin e zgjon zoti Rama. Dhe duke qenë në këto kushte që zoti Begaj nuk ka mundësi sepse është në gjumë, me këtë platformë mendoj se jep një frymëzim zotit Rama të mendoj planin B që të fus njerëz të infiltruar apo njerëz të tij që të ketë një koordinim në të ardhmen të bëjë një negociat me ata që mendon se mund të jenë përfaqësuesi i sheshit. Por në të vërtetë nuk do të jenë ata, por gjithsesi ne mbetemi këtu për ta komentuar, por në aspektin teknik, ligjor dhe politik, pa kaluar nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë nuk ka qeveri teknike nga sheshi drejt për së drejtë. Avokat, si një i ligji, sa mendoni që i duhet sa kohë për të bërë një kushtetutë të re? Kushtetuta e re don shumë vite, e para kjo. E dyta, kushtetuta e re nuk mund të bëhet si reforma në padrejtësi që goditi atë që ne themi drejtësinë. Drejtësia u godit nga papjekuria e kësaj klase politike dhe nuk mundet një klasë e re politike të bëjë një veprim të papjekur pa u konsultuar me persona të fushës për të bërë atë që duhet ndryshime kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese ose një kushtetutë e re duhet patjetër të ketë një plan propozues për të konsultuar fillimisht. Pra, do në fazën e propozimit, pasi bëhet propozimi nga grupe të ndryshme, nga parti politike, nga qytetar, pastaj duhet të shkojë ky propozim të konsultohet bashkë me propozimet të tjera në grupe të ndryshme të interesit, përfshi avokatët, gjyqtarët, prokurorët, shumë institucione të pavarura kushtetuese, por edhe ata të cilët kanë një varësi administrative, të japin mendimin e tyre, por nga sheshi nuk mund të vinë një kushtetutë e pa organizuar që të mos cenoj, pra ne duhet të themi këtë gjë, që një kushtetutë e re që vjen duhet të cenoj sigurinë juridike që ka dhënë kushtetuta e mëparshme. Dhe që të futesh në këtë situatë ose në këtë lojë, kërkon një pjekuri, kërkon një
përditësim të dhënave kushtetuese dhe të problemeve që kanë shfaqur ose ka shfaqur kushtetuta aktuale, që të arrihet në një propozim të tillë dhe në rast se shkojmë në ndryshime kushtetuese, uroj që të ketë shumë llojshmëri propozimesh që të bëhet një ndryshim kushtetuese, por me një themel, por me një pjekuri, por me një atë që ne themi profesionalizëm i paanshëm dhe jo partjak. Avokat, para ne muaj që do vinë disa eurodeputet nga jashtë në mbështetje të protestës, ndërkohë që ju në tezën tuaj që para 30 ditësh, në momentin që nisi protesta, keni parashikuar që ndërmjetësi është amerikan, duhet jetë amerikan dhe vetëm ai mund ta zgjidhë të punë. Gjerman dhe amerikan kemi thënë. Po, që doli më pas edhe teza e Gjermanisë, por Gjerman dhe amerikan, por sa e atyre të cilët kërkojnë ndërmjetësimin ndërkombëtar. Pra, shqiptarët çdo herë kanë kërkuar ndërmjetësimin e huaj. Tani sigurisht ai që do të ndërmjetësojë në këtë situatë do të jetë patjetër edhe si një mjet presioni ndaj qeverisjes, një huaj amerikan ose gjerman ose do një person tjetër siç vi këta eurodeputetët. Por që të ketë mundësinë një eurodeputet të imponohet qeverisë shqiptare, duhet të paktën duhet të paktën eurodeputetët që do vinë të vinë nga partitë popullore europiane, të cilët kanë shumicën e dur në Parlamentin Evropian, që mund të imponojnë te zoti Rama një rrugë ose një urë komunikimi me protestën, që zoti Rama nesër mos të ketë ndonjë problem në Parlamentin Evropian që nesër të kalojë një rezolut kundër zotit Rama. Prandaj, në këto situatë që jemi dhe ardhin e këtyre deputetëve, nënkuptohet qartësi që të huajt po janë në lëvizje. Tani, a do të jetë i pari Gjermani, Amerikani apo Europiani, mbetet për të parë, por e vërteta është që jemi në situatën dhe në rrugën që ju kam thënë që një huaj do të futet dhe do të bëj rolin e ndërmjetësuese. Tani, a do të jetë Amerikan, Gjerman, Europian, mbetet për të parë, por e vërteta është që ne e kemi në ADN-n ton politike ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Duam një të huaj që na pajtojë. Jo, duam një të huaj që jo të na pajtoj, po thjesht duam një të huaj që të na imponoj rrugën e komunikimit, të dialogut dhe të na thotë se si demokracia zgjidhet me marrëveshje. Nuk ekziston në fjalorin tim politik në aspektin e asaj të kauze që mund të jetë një konflikt të natyrës që kemi sot në protestën që zhvillohet, mos kemi një marrëveshje. Unë jam i mendimit që duhet ketë marrëveshje, por kjo marrëveshje duhet përfshi 3 pikat kryesore që është demokracia, transparenca dhe llogaridhënia. Në rast se nuk kemi këto 3 pikat, çdo marrëveshje që mund të vi, do të jetë një marrëveshje e cila mund të përfitojë vetëm pushteti dhe të humbas populli, por nuk duhet ta pranojmë si fakt, sepse populli nuk humbet kurrë, sepse ai është sovrani, pavarësisht se delegon sovranitetin e tij çdo 4 vite tek përfaqësuesit e tij. Por sovraniteti që të mësojnë edhe të tjerët, kur ne e delegojmë çdo 4 vite, ajo është një kontratë e cila bëhet zgjedhore, por sovraniteti tek përfaqësuesit tan mund të ikë në çdo kohë kur populli del në rrugë, proteston dhe i kërkon atyre që përfaqësohet të rishikojnë edhe një herë kontratën e zgjedhjeve. Pra nuk do të thotë që ti ke marr 800.000 vota dhe ti mund të bësh çfarë të duash, sepse pikërisht këtë gjë populli e ka në dorë ta rishikojë dhe të bëj presion ndaj përfaqësuesve të tij që ata të mendojnë edhe një herë veprimet e tyre apo mos veprimet e tyre në raste të ndryshme. Avokat, në korrik po hyjmë edhe gushti është përpara, po duket sikur të ketë një pauzë të shkurtër, shtatorit do na gjejnë fushat. Dhe unë të falenderoj shumë për
bisedën. Edhe unë ju falenderoj, po duhet keni parasysh që e gjitha kjo që po ndodh është një mësim për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, është një goditje në tërësi për klasën e vjetër politike, është një mësim i dur dhe në momentin e dur klasës së re politike, që duhet kuptoj që me tezat e mashtrimit të klasës së vjetër politike populli reagon dhe duhet të mësoj që popullit duhet i themi të vërtetën që po është e vërtet mund të kemi konflikte, mund të kemi debat, mund të kemi mosmarrveshje, por duhet të dim se në politik, në fund fare, duhet të bësh marrveshje, por me kushtet që tham, me proces demokratik, proces transparent dhe proces llogaridhënës në kuptimin që ai që do të përfitojë nga kjo marrveshje nuk është vetëm shoqëria në tërësi, por është edhe ata ose ai grup që përfaqëson personi që mbron në marrveshje me palën tjetër. Arti marrveshje. Politika e marrveshjeve. Po, sepse duhet keni parasysh diçka, duhet të ndajmë mosmarrveshjen civile, penale, administrative, që është gjykata që e zgjidh, që është gjë tjetër, aty një palët thjesht marrin pjesë në proces, ndërsa në procese demokratike, politike dhe vendimarrëse për qytetarët dhe vendin, është populli që është pjesë e saj dhe përfaqësohet nga ata të cilët duhet i thënë që ne po mund të jemi palë, por ne kemi atë çfarë duhet votën, që është gjykata. Pra, çfarë është vota? Është gjykim. Prandaj, nëpërmjet votës edhe vlerëson një person, edhe ndëshkon duke mos votuar, po duke votuar një person tjetër. Dhe gjykata është vota. Si në aspektin e zgjedhjeve, si në aspektin e një marrveshje, por tek marrveshja duhet të përfshihet interesi i qytetarit që përfaqësohet dhe mos mashtrojnë qytetarët që nuk ka në politikë mosmarrveshje. Duhet i themi ka, po duhet të ketë disa parakushte, duhet të ketë pastaj disa kushte dhe në fund fare të ketë përfitim secila nga palët që do të kryejë marrveshjen politike. Pa e mbyllim me shprehjen tuaj, edhe pse një i ligjit, ju mendoni që ndëshkimi më i mirë edhe më i drejtë është ai me votë i qytetarëve. Falenderoj shumë avokat. Faleminderit.